Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith ka thënë që për ditën e xumë, rëndësinë e madhe që ka ditë e xumë dhe batja herët në xhami shpërblesh tek Allah. Thot kush shkon në orën e parë, domethënë që shkon herë, është që lloj sikur ka bërë kurban një deve. Ne kemi mundësi me bërë kurban deve. Kjo është gjë e madhe. Bilën kohën e haxhit apo kurban deven e bën kurban 7 vet. Domethënë shpërblim i madh shumë. Por tek Allahu azza wa jall shpërblet në këtë mënyrë. Sikur ka afruar tek Allahu për kurban një deve. Dhe ai i cili shkon në orën e 2 sikur ka afruar tek Allahu azza wa jall një dash. Dhe ai i cili shkon në orën e 3 kështu me radhë, sikur një gjel, sikur një pulë apo gjë si don, sikur ka afruar një vezë, ai që shkon në momentin e fundit, sikur ka dhënë sadaka, një vezë, atë shpërblim ka. Thot, kur hypën imami mimbar, thot assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thot, për të çdo derë e xhamisë në një derë kemi, s'kemi ka hyrë në të tjetër, tek çdo derë e xhamisë janë me lajket të cilët shërojnë kohën e njerëzve që kanë ardhur. Filani ka ardhur filan kohë, filani ka ardhur filan kohë, filani ka ardhur filan kohë. Dhe kur imami thot hypën në mimber dhe jep selam, i mbyllin defterën. I mbyllin defterën, do më thonë që nuk shënojnë më njerëz që erdhën herët në xhami, që erdhën kohën e xhamisë. Dhe ulën xhami për dëgjuar hutbën e imamit.